Mos mendoni se vetëm nënat kanë një ditë të posaçme për rolin e tyre që luajnë në jetë. Ju gabojeni. Edhe babai e ka një të tillë, e ajo është pikërisht në datën 19 mars. Nuk është sekret për askënd që është e rëndësishme që një fëmijë të rritet në një familje të plotë, dhe problemi nuk qëndron aq shumë në mbështetjen e tij materiale, por në gjendjen e tij emocionale. Kjo do të thotë një prind nuk mjafton që një fëmijë të ndihet rehat e të rritet i plot në të gjitha aspektet. 19 marsi është dita e baballarëve. E me këtë ditë festohet roli shumë i rëndësishëm që figura e babait ka për rritjen dhe edukimin e fëmijës, zhvillimin e tij në familje si dhe në shoqëri. Kjo fest nuk festohet në të njëjtën datë për kontinente të ndryshme. E në Europë festohet pikërisht në datën 19 mars. Dita e baballarëve ose dita e atit është një fest që nderon baballarët dhe feston atësinë, lidhjet atërore dhe ndikimin e baballarëve në shoqëri. Por si shprehen kur pyeten për këtë ditë, gjyshrit vlonjat. Ekziston dita e baballarëve? Nuk e di fare. Po duhet që të festohet. Duhet festohet, duhet. Nuk e dini që ekziston. Jo. Jo, sa se kam dëgjuar. Jo. Se kam dëgjuar, sa them. Është mbrapalëdhite. Mendoni që duhet përderisa ekziston si datë, duhet. Po nëse si datë të mos festohet. Festohet. Të tëra po festohen tani, festohet dhe ajo. E meritojnë dhe baballarët fest? Po, si se meritojnë, që qarë. Kanë dhënë më shumë kontribut se gratë, apo? Jo, të dy palët njëse ka dhe kontribut i vrapë. Më shumë burrat. Ja, lere ma. Burrat më shumë që. Më shumë burrat kanë punuar. Po vetë ti me po, më shumë. Gratë festojnë më shumë se sa burrat. Si? Po nga arkesin që kanë gratë, me fëmijët e me të tëra, me shpinë, me larja, me fshirja, apo s'ka gjë ky. Me narkesën. Po lere atë ti, po të tjerat. Po u them narkesën. Ti sa ke bërë një punë ke bërë, ti s'ke bërë. Të tjerat na ka marrë shonja. Po lere tani ti gruaja Babxhia. është me lodhur gruaja. Ka marrë babxhia Na ti. buri. E dini ju që ekziston ditë e baballarëve? Po ekziston dhe njëherë në kohë. Jo sot vetëm ato në 20 as 18 ditë punojnë dikasterët. Jo, ditë e baballarëve. Dita e baballarëve. Dita e baballarëve ekziston dhe para në jo. E dim, edhe e festuam. Me çfarë festuam? Me whisky, mbrëm. Qa do bërë? 19 marsi është dita e tyre, por në vendin ton ende nuk ka një kulturë për ta festuar këtë ditë, edhe pse shpeshherë baballarët dhe gjyshrit janë edhe më të dashur për fëmijët, niprit dhe mbesat.